Mbollën. Ja. Këna bëhem për zili. Këtu janë patëgjan. Këto të gjitha parcelat janë domate. U kemi hedhur dhe këtë ilaçin të gjithave që është ilaç për bushtrën. Ti Stesi e di se që është bushtra, kurse Rej nuk e di, është një lloj insekti që qëndron në tokë dhe kur do të ushqehet ajo, kur zgjen për të ngrënë, zbën vete këtu tek kërcelli nga brenda e ha. Mi po duke ngrënë kërcellin, hopa fahet bima. Dhe merret ky ilaç që ajo vete ha këto ushqime të paktën vete te kërcelli. Dhe këtu lart, edhe ngorë, është helm më sakt. Këtu lart mbollëm specat. I kemi bërë shumë me plasmas të zi, vetëm këto specat. Se këtu, si që thash në videon e më pashëm, kemi bami, kemi edhe vetëm farën kur të dali. Këto dy janë me speca, edhe këto dy parcelat mund t'i mbyllim më mbrapa me speca. Po do t'i mbyllim pas 2-3 javësh që t'jenë më të vonshme se sa këto. Këto. Këtu na është bërë spinaqi. Ja. Spinaqi mashallah. Ka shumë vjet. Edhe atje lart kemi sallatën, janë që haruam të marrim sallatë. Ja ku është sallata. Të marrim tufën, se na duhet ta ha. Janë i pori atje. Harova të rregoja bizelit që janë atje më tanë, tek ajo parcela, që se duken, për para kasollës. Ajo toka atje, ja ku është. Të tokën këtu ta mbyllim me fasule, edhe një parcel të vogël, që është mbas të fikur, ta mbyllim me fasule. Dy këtu. Ja erdhi pranvera, edhe po çelin gjethet. Kaq. Ciao.